Pas eksperiencës në Big Brother VIP Kosova, Labino Tregja rikthehet sërish në qendër të vëmendjes, dhe këtë herë me një mister që ka ndezur rrjetin. Një postim i fundit i tij në Instagram ka mjaftuar për të trazuar fansat dhe për të ngritur dyshime të forta. Apo bëhet gati Regja për një hyrje surprizë në ferma VIP? Edhe pse nuk ka dhënë asnjë deklaratë të drejtpërdrejtë, sinjalet e lëshuara në mënyrë enigmatike kanë bërë që ndjekësit të lexojnë mes rreshtave. Komentet kanë shpërthyer, duke e lidhur me njëherë këtë lëvizje me një tjetër aventurë televizive. Një rikthim që mund ta vendosë sërish në qendër të skenës. Nëse kjo konfirmohet, do të ishte hera e dytë që këngëtari përfshihet në një format të tillë, pas eksperiencës që i dha famë dhe e bëri më të afërt me publikun. Por a është kjo një hyrje e vërtetë, apo thjesht një lojë e zgjuar për të rritur kuriozitetin? Deri në këto momente, gjithçka mbetet në kuadrin e spekulimeve. As vetë Regja dhe as produksioni nuk kanë dhënë një përgjigje zyrtare. Ndërkohë tensioni rritet sepse ferma VIP 3 pritet të nisë më 27 mars, në drejtimin e Arbana Osmani, me një panel opinionistësh të fortë si Ermal Mamaçi, Angel Shkira dhe Armina Mevlani. Një gjë është e sigurt, nëse Labinoti hyn, ky sezon nuk do të jetë as pak i zakonshëm.